Pajtimi I fundjavës së shkuar riktheu gatishmërinë për ta ringjallur një proces të madh. Pasi qeveria e Kosovës pranoi zbutjen për serbët në ligjin për të huajt, Bashkimi Evropian hoqi edhe masat gati 3 vjeçare ndaj Prishtinës. Këto dy zhvillime paralajmërojnë vazhdimin e dialogut mes Kosovës e Serbisë së shpejti. Krijoi një optimizëm të ri për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian dhe natyrisht çështja e dialogut është çështje prioritare për Bashkimin Evropian. Por paralajmërimi I shefes së diplomacisë së BE-s, Kaja Kallas, për këtë ka një pengesë. Në situatën që gjendemi, Bashkimi Evropian do të ketë një lloj sensitiviteti ndaj situatës aktuale në Kosovë, rrjedhimisht paqartësisë, e cila u krijua pas dërgimit të dekretit në gjykatë kushtetuese. Para kësaj, për një shkrye diplomat, Albin Kurti duhet tani mendoj uljen e tavolinë me Aleksandr Vučićin. Qeveria e Kosovës ka nevojë që ta sjellë një rezolutë të re në Kuvend të Kosovës. Ta ketë një platformë të re për dialogun, ta rikornizoj, riformatoj dialogun si tillë, që të shihet që ne në dialog nuk marrëmi pjesë për të marrë pjesë, po marrëmi pjesë për t'i përmbush qëllimet tona. Në bindjen e tij, shkaku I ndodhive edhe BE-ja duhet të reflektojë në këtë proces. Nuk po shoh që dialogu për normalizim të raporteve Kosovë-Serbi ta pasqyron realitetin e ri rajonal, ta pasqyron realitetin e ri politik në Kosovë, por dhe realitetin gjeopolitik I cili po ndodh në botë. Rikthimi eventual në tavolinën e bisedimeve këto det do të ishte takimi I parë I nivelit të lartë pas agresionit serb në Banjsk 24 shtatorin e vitit 2023.